Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për ndikimin e dendësisë së ujit te kafshët nënujore. Uji në oqeane nuk ka dendësi të njëjtë në të gjitha vendet, ndërsa dendësia e ujit në det ndryshon kryesisht për shkak të kripës, temperaturës dhe thellësisë. Uji i detit përmban kripra, natrium, klor e tjerë, që rrisin dendësinë. Sa më i kripur të jetë uji, aq më e lartë është dendësia. Uji i oqeanit mesatarisht ka një dendësi rreth 10.027 kg/m3. Deti i vdekur është shumë i kripur dhe dendësia është 1.240 kg/m3. Temperatura ndikon në dendësinë e ujit. Uji i ngrohtë është më pak i dendur se uji i ftohtë. Në sipërfaqe, ku dielli e ngroh ujin, dendësia është më e ulët, 1020 kg/m3. Në thellësi, uji është më i ftohtë dhe dendësia rritet, 1028 kg/m3. Presioni dhe thellësia ndikojnë në rritjen e dendësisë. Sa më i thellë të jetë uji, aq më shumë rritet dendësia. Ky efekt është i vogël duke u krahasuar me kripën dhe temperaturën, dhe matet në det në thellësi më të mëdha se 1.000 metër. Disa dendësi tipike të ujrave janë: uji i freskët i lumit e ka dendësinë afërsisht 1.000 kg/m3. Oqeani me përmbajtje kripe 35% e ka dendësinë afërsisht 1.025 deri në 1.028 kg/m3. Uji polar ka përmbajtje kripe të ulët dhe është i ftohtë dhe e ka dendësinë 1.027 kg/m3. Deti i vdekur ka një përmbajtje shumë të lartë kripe dhe e ka dendësinë afërsisht 1.240 kg/m3. Pra, dendësia ndryshon nga rajoni në rajon në bazë të thellësisë dhe nuk është një numër fiks, ashtu siç është tek uji i pastër i pijshëm. Ndryshimi i dendësisë ekziston edhe në lumenj, por këta faktorë janë pak më ndryshe nga ato të oqeaneve. Disa faktorë kryesorë lidhur me dendësinë e lumenjve janë: kripa. Uji i lumenjve është pothuajse i freskët. Kripa është shumë e ulët. Zakonisht ajo është më e vogël se 0.5%. Prandaj dendësia e lumenjve është afërsisht 1.000 kg/m3, pothuajse e njëjtë si ajo e ujit të pijshëm. Temperatura në lumenj ndryshon sipas stinës dhe orës së ditës. Uji më i ftohtë është pak më i dendur se ai i ngrohtë. Materia e tretshme dhe pezullimet. Lumenjt përmbajnë balt, argjil, rër dhe gëlqeror. Sa më shumë grimca të tretura të ketë, aq më e lartë është dendësia lokale. Për shembull, lumi pas rreshjeve të mëdha mund të jetë pak më i dendur për shkak të baltës dhe materialeve të tjera. Si përfundim, uji i lumenjve është pothuajse me një dendësi afërsisht 1.000 kg/m3. Ndryshimet e dendësisë janë të vogla dhe zakonisht vijnë nga temperatura ose grimcat e tretura. Në estuar, dendësia mund të ndryshojë më shumë për shkak të kripës së detit që futet. Edhe liqenet kanë ndryshime dendësie, por zakonisht më të vogla se ato të oqeaneve. Disa faktorë kryesorë në ndryshimin e dendësisë në liqene janë: temperatura. Ky është një faktor kryesor.
Uji i ftohtë është më i dendur se uji i ngrohtë. Shumë liqene të thella kanë strata me temperatura dhe densitësi të ndryshme, veçanërisht në ver. Sipërfaqja përmban ujë të ngrohtë dhe e ka densitësinë pak më të ulët. Në thellësi, uji i liqeneve është më i ftohtë dhe densitësia është më e madhe. Materia e tretshme. Kripa zakonisht është shumë e ulët në liqene. Ajo është më e vogël se 1%, por mineralet të tretura si kalciumi dhe magnezi mund të arrisin pak densitësinë. Grimcat pezulluese, balta, gërgjerorët dhe algat mund të ndryshojnë densitësinë lokale. Liqenet, pas rreshjeve të mëdha, mund të kenë densitësi pak më të lartë për shkak të sedimentit të shtrënguar. Shtresimi i ujit ose stratifikimi. Në liqene të thella gjatë verës krijohen 3 shtresa kryesore. Epilimnioni, që do të thotë sipërfaqe e ngrohtë me densitësi të ulët. Metalimnioni, që do të thotë ndryshimi i shpejtë i temperaturave dhe i densitësisë. Dhe hipolimnioni, që do të thotë thellësi e ftohtë me densitësi të madhe. Si përfundim, mund të themi se densitësia e liqeneve zakonisht është rreth 1000 deri 1003 kg për metër kub, pak më e lartë se në liqenet minerale. Ndryshimet kryesore vijnë nga temperatura dhe mineralet e tretura. Strata të ndryshme mund të formohen në këto liqene të thella për shkak të ngrohjes dhe ftohjes së ujit. Përrenjt kanë densitësi uji shumë të afërt me atë të ujit të freskët, rreth 1000 kg për metër kub, por ka disa veçori interesante për densitësinë e tyre. Disa faktorë kryesor të densitësisë së përrenjve janë temperatura. Uji i përrenjve zakonisht është i ftohtë, sidomos në burim dhe gjatë dimrit. Uji i ftohtë është më i dendur se ai i ngrohtë, por ndryshimi është i vogël. Materiale të tretura dhe grimca pezulluese. Balta dhe gërgjerorët që merr broj nga toka e rrisin pak densitësinë e tij. Pas rreshjeve të mëdha, përrenjt shpesh kanë ujë më të trubullt dhe kjo bën që densitësia e tyre të jetë pak më e madhe. Ndikimi i kripës në densitësinë e përrenjve. Përrenjt kanë pothuajse gjithmonë ujë të freskët, kështu që kripa ka efekt të papërfillshëm. Zakonisht ajo është më e vogël se 0.1%. Shpejtësia e rrjedhjes së përrenjve. Rrjedhja e përrenjve nuk ndikon direkt në densitësi, por mund të ndihmojë për përzierjen e shtresave, duke mbajtur densitësinë pothuajse uniforme gjatë gjithë thellësisë. Lind pyetja: kafshët e detit dhe toqja e anit reagojnë ndaj densitësive? Kafshët e detit dhe toqja e anit reagojnë ndaj ndryshimeve të densitësisë së ujit, edhe pse shpesh këto ndryshime janë shumë të vogla dhe gradualisht të përshtatshme për jetën detare. Në oqeane dhe liqene të thella krijohen shtresa me densitësi të ndryshme për shkak të temperaturës dhe kripës. Këto shtresa mund të ndikojnë në lëvizjen e kafshëve detare. Disa peshq preferojnë shtresa me densitësi të caktuar, sepse janë më të pasura me oksigjen dhe ushqim. Peshqit që nuk përballojnë mirë ndryshimet e densitësisë mund të qëndrojnë në shtresat ku densitësia është stabël. Efektet e ndryshme të papritura për kafshët detare. Në zonat ku përzihen uji i ngrohtë dhe ai i ftohtë, për shembull çunam ose rrymat e ndryshme,
Kafshët mund të reagojnë duke ndryshuar thellësinë ose vendin ku notojnë. Përdorimi i dendësisë është pjesë e navigimit për disa specie. Përdorimi biologjik i dendësisë. Oksigjeni i tretur dhe ushqimi shpesh lidhen me dendësinë. Shtresat me dendësi të madhe mund të jenë më të ftohta, por më të pasura me oksigjen. Dendësia ndihmon kafshët të ruajnë energji. Ato lëvizin me rrjedhën e ujit të dendur për të kursyer energji gjatë migrimeve dhe ushqyerjes. Si përfundim, mund të themi që kafshët e detit dhe të oqeanit reagojnë ndaj dendësisë. Kjo nuk është vetëm për lëvizje, por edhe për të gjetur ushqim, oksigjen dhe për të kursyer energji. Jo të gjitha kafshët e detit ndikohen njësoj nga dendësia e ujit. Disa janë më të ndjeshme se sa të tjerat. Kafshët më të ndjeshme ndaj dendësisë janë peshqit me vesh knoti. Këta peshq mund të rregullojnë flotimin e tyre sipas dendësisë për të notuar pa shpenzuar energji. Ndryshimi i dendësisë i ndihmon të qëndrojnë në shtresën e dëshiruar të ujit. Krustacet e vogla. Këto përdorin dendësinë për të ngjitur ose ulur lartësinë në kolumnën e ujit. Kafshët migratore. Këto kafshë ndryshimet e dendësisë i ndihmojnë në orientim dhe zgjedhjen e shtresës më të favorshme për ushqim dhe oksigjen. Organizmat mikroskopik planktonik. Te këta organizma edhe një ndryshim i vogël i dendësisë mund të ndryshojë shpërndarjen e tyre vertikale. Kafshët më pak të ndjeshme në dendësi. Këto kafshë jetojnë në fundin e detit. Këto jetojnë në kontakt me sedimentin. Dendësia e ujit mbi këto kafshë nuk ka shumë efekt në lëvizjen e tyre. Kafshët shumë të mëdha, si balenat. Ndryshimet e vogla të dendësisë kanë pak efekt në flotimin e tyre, sepse masa e trupit të tyre është shumë e madhe. Kërpudhat e midhjet nuk notojnë, dendësia e ujit nuk ndikon shumë në jetën e tyre. Si përfundim, mund të themi se ndikimi më i madh i dendësisë së ujit është te kafshët që lëvizin në ujë dhe që duhet të ruajnë flotimin dhe të notojnë në shtresa të ndryshme. Dhe ndikimi minimal i dendësisë së ujit është te kafshët e fiksuara dhe organizmat shumë të mëdhenj që përdorin fuqinë e vet për të lëvizur. Pra, dendësia është një faktor biologjik i rëndësishëm për shumë specie të ujit, por nuk ndikon te të gjitha kafshët njësoj. Ndryshimi i dendësisë së ujit ndikon tek leshterikët dhe disa bimë ujore, por mënyra se si ndikon ndryshon nga ajo e kafshëve të detit. Leshterikët. Shumë amfib jetojnë në ujë ose lagështirë të madhe, sidomos në fazën larvore, për shembull bretkoccat dhe larvat e leshterikëve. Lind pyetja, si ndikon dendësia e ujit tek ta? Larvat e leshterikëve lëvizin në ujë dhe përdorin dendësinë për të notuar më lehtë. Uji më i dëndur shpesh është më i ftohtë dhe ka më shumë oksigjen të tretur, gjë që ndihmon frymarrjen e këtyre larvave. Gjithashtu, ndryshimet e dendësisë për shkak të grimcave të tretura mund të ndikojnë indirekt në ushqyerjen dhe zhvillimin e këtyre larvave. Bimët ujore. Bimët që rriten të zhytura në ujë ose në tokë të lagësht, si algat dhe lulet ujore, gjithashtu ndikohen nga dendësia, por më pak se sa kafshët. Lind pyetja, si ndikon dendësia ujore te bimët nënujore? Ajo ndikon te stabiliteti i bimës.
Uji më i dendur mund të mbajë bimët më të larta dhe të parandalojë që ato të fundosen lehtë. Ndikon te përhapja e lëndëve ushqyese. Një densë më e lartë është e lidhur me më shumë grimca të tretura minerale, që ndikojnë në rritjen e këtyre bimëve. Gjithashtu, dendësia ujore ndikon në përhapjen e farave. Shumë bimë ujore përdorin lëvizjen e ujit për të shpërndarë farat. Densësia e ujit ndikon në shpejtësinë e lëvizjes së tyre.